Këto 3 xhami janë adrese përditshme për mijëra besimtar në Prishtinë. Xhamia e Madhe, Xhamia Jashar Pasha dhe Xhamia Sultan Murati janë ndërtuar shekuj më parë dhe vazhdojnë të jenë zemra e jetës fetare në kryeqytet. Imami i Xhamisë së Madhe, Bahri Sejdiu, thotë se xhamia ku ai shërben është e dyta më e vjetër në Kosovë. Është ndërtuar edhe Xhamia e Madhe në vitin 1461. E para është bukuroshja e Qarshis, jo fort larg Xhamisë së Madhe. Është xhamia e parë që është ndërtuar këto treva dhe është ndërtuar në pjesën kryesore të qytetit ose të lagjës së atëhershme, këtu në qendër të Prishtinës. Ajo që bie menjëherë në sy për çdo që kalon në këtë pjesë të qytetit është afërsia e madhe mes këtyre 3 xhamive. Për namazfalësit, shtem. Për mu është klasike me konë 3 xhamia me në vend. Se nuk i vend këtu shkon tjetër, nuk i mes shkon atje në fund. Domethënë është knasi e madhe për mu. Veçantia e xhamive është edhe stili i ndërtimit dhe jo vetëm. Atëherë ka pas numër të madh të njerëzve që i kanë praktiku namazin. Edhe në këtë rast xhamia si bashkë i jetës, ty ti ka bërë mundësinë mu lidh komplet institucione tjera, që tash këtë rast që është hamami, është pazari, është qarshia, ku të gjitha sistemet tona, tuat jetat që ke pas gjatë jetës tone, gjatë përditshmërisë tone, ti ke arritë me lidh gjithmonë me boshtin tënd që është xhamia në këtë rast. Ky stil është puro klasik i sistemit otoman dhe si stili i arkitekturës klasike, kjo e ka dhe materialin që përputhet me si stilin edhe arkitekturën e saj. Pikrisht kjo pjesë e qytetit u zgjodh të dekorohej për nder të Ramazanit si vjet nga komuna e Prishtinës, gjë që e gëzoi xhamatin. Kjo është bukuria e Prishtinës. Shënjestër.net